Na im objektive keni 400 krejer, vitin që të vjen. Po, dikur Kosova, kthehemi, ka qenë vend, ka qenë i organizuar, ka qenë tregtimi i qengjave, i deleve, ka qenë mënyrë të organizuar, ka qenë eksportuese Kosova, ka qenë Kuvajti, Greqia, destinacionet e eksporteve. Ndërkaq tash, në Kosovën e Pasjusës, diçka është punuar me Bosnë atje, është ndërprer, numri pakt. Dikun rreth vitet 90-a, kam qenë i ri vogël, se na marrë gjithmonë që 200 vjeçare kem delen. Unë e di që nga Bosnia e kem çu kinxha kanë ardhur ferm, i kanë ngarkuar, i kanë çu për Bosnë. Tash nuk ka. Para 2-3 vite ishin të kërkesa me çu për jo Libi, jo në Arabi, jo për Turqi, vishin njerëz, kam pas pe Arabi njerëz që kanë ardhur te ferma, persona që në kohë të interesuan për me transportu dele aty qingjat për anena. Dhe kur ka numru, ka dalë mangut, sasit, nuk paguhet numri, nuk jam dhe. E çka mendon që mund të ndihmoj në këtë rast Ministria e Bujqësisë me ndonjë grant? Për çka jeni të interesuar? Na më shumë kem problem për shtalla. Se një shtallë me investu një shtallë duhet mas paku 3-4 euro, me bo pak ma moderne. Me pas kushtet? Pas stërtin? Pas higjiena është numër 1 që do të me ka higjiena në shtallë. Se s'ki higjiena ki smuja ki të gjitha. Aty është burimi që shkafit keqës? Negative. Negative që është. A kanë qumsht? A mund të prodhohet diçka? A mund të përpunohet nga qumshti tyre diçka? Po, prodhohet gjathi. Kërkesa ka për gjath bukur shumë. Dhe edhe aty mund të diçka? Po, ta në aspektet e dele a ki fitimin. Po të mirësh me dele, ta trajtosh si duhet, ta ushqesh, ta mjekojsh, aty si janë vaksinat me kohë që bën vaksinimi i dele për kundra smujave këtyre. Dhe do të thotë, është luks i madh i atij që ik prej deles. Është një privim i madh i fitimit, do të thotë anashkalim i shkeljes, si të themi, që kanë thonë pa shkelje e nimetit. Vërtet. Për buzë e bukës. Për buzë e bukës. Nëse nuk e shfrytëzon pasurinë, nuk e shfrytëzon këtë potencial që ka, edhe sikur ju që krijoni mirëqenie. Mune shumë herë i bëj pyetje vetes. Dal në mbi rruga, shkojnë për fshatra tjera. E kanë kullosën, baktin nuk e kanë. Na e kemi baktin, po kullosën nuk e kemi. Është vani ngushtë, nuk ka hapësirë më për na deri në qershor, do t'i kullosëm na përpyje. Delet, qershor tani për me dona për ora levave këtu. Aty njerëz kanë mundësi me pas delen. Po ka një tek na luksi ma rinia nuk e dë delen. Nuk e dën, në përgjithësi bakti nuk i dojnë. Jo era plehit, jo ajo, jo kjo. Edhe është një nënçmim, për shumë njerëz është një nënçmim të mirësh me bujqësi. Për juve nuk është? Për mu ju. As për familje? Ja, unë jem krenar që i kam dele, se është mall, jam i pasunie jamja. Me të ushqena, me të moj familjen, që kështë. Megjithëse kemi burime tjera, ama delmja është bereqetli. Delmja është bereqetli. Delmja, nuk e di, shka me thonë ma shumë, pe deles merë gjithë shka fitan. Si pe qumshtit, si pe leshit, si pe mishit. Nuk ka organizim të grumbullimit leshit? Nuk ka? Ka vjet ka qenë çmimi 60 cent i kilogramit leshit. Si vjet 25 cent. Emi ditërua i kemi thonë dhe merë fal, veç mas ta hullum në betorinë.